Nxënësit e klasës së 2 të shkollës fillore në Softaj të Ferizajt, edhe pse i kanë librat mbi bank, atyre u mungon mësuesja. Ajo që u kishte mësuar shkronjat e para me një vendim të drejtorisë komunale të arsimit është dashur të kalojë në shkollën e fshatit Papaz, ndërsa e tëra çka mund të bënte sot ishte që t'i ngushëllonte fëmijët me nga një përqafim. Por ata që nuk pajtoheshin kurse si, janë prindërit e nxënësve, të cilët nuk pranojnë që fëmijët e tyre të mësojnë në klasë të kombinuara. Pak kënaqësia e prindërve është shkokit që këto veç pi fillimit të vitit ka filluar një problem që është hap shkolla në fshatin Papaz, për shkak që Papazi ka mësuar këto. Edhe tani masi është hap shkolla në Papaz, kanë marrë numrin nxënësave, ata çu ne kanë numrat e kanë në fillim shumë të vogël, ato mund është manipuluar me numrat nxënësave, se si shihet këtu janë 11 nxënës, ata na kanë lajmëruar që janë diku 6-7, edhe kanë ndesh tash me bë kombinime të klasë. Për shembull, ata prind nuk janë lajmëruar me ku, as nuk janë pajtimit që nxënësat, më po në kombinim për shumë e dyta me tretën, që ka mendoz ata e para me të katrën, janë kundra që secila klasë të ka mësuesin e vet. E kanë bërë një padrejtësi këtu në shkollën fshatit Softaj, po dojmë të çum mësueskën e kësaj klase, po dojmë bërë në Papaz, këtu me bë kombinim. Na nuk jena për me kombinu, jena të obliguar jam ndërprej shkollën. Derisa të marrin ai mas. Po me mësim kombinu. Çtaj ta shohin ata, a është më mirë apo më keq? Na jena të obliguar patjetër. Se janë 11 nxënësa, dhe më bë kombinimi kjo nuk mund të më ndodh. Kur kjo shkolla është 40 vite, ajo hap të 10 ditë, aty mund me çu kuadro 3. Mësuesja nuk ka nevojë më hjek, edhe kjo është çështje këtë politike. Se nxënësat më bë kombinim në vitin 2015, kur prindja në vitin 40 ka mësu me një paralele me klasën e parë me të katërtën, 2015 nuk e shoh më të arsyeshme. Unë çikën e kumshti edhe që nisa. Çikën e kumshti në shkollë 5 vjeçare, shkoku i mësuesës. E tash më ia hek mësuesën, na vesh mundna si prind, fëmijë më marr më shumë shpe, e të na udhësia, drejtori, komuna në ta bëjnë zgjidhje. Qofse e shohim të arsyeshëm me hek fëmijën pi shkollës. Drejtori i shkollës fillore Abetarja në Softaj thotë se nuk është në dorën e tij të vendosë për vazhdimin e punës së mësuesis në shkollën e tij apo në ndonjë shkollë tjetër, pasi shton se këtë vendim e ka marrë DKA-ja. Po ku do të ishte një fatëlumësi që unë të vendosi për kësa sene, po se kam unë atë kompetencë dhe mu për atë, kjo është çështja e drejtorisë arsimit që vendos edhe komuna. 6 prind i kom pasur në bisedë, që janë prind të nxënësve të klasës 3, të dytë në të vërtet, dhe me ta bisedova, i mora shënimet, i mora shqetësimet të tyre, këto do t'i prezantoj në drejtoritë arsimit, vendimet lidhur me këtë mirën atje, unë veç i implementoj gjitha ato. Faleminderit shumë drejtor. Me ndërqofsh. Derisa sot prindërit kërcënuan se fëmijët e tyre nuk do të vazhdojnë të ndjekin mësimet derisa të kthehet mësuesja, drejtori komunal i arsimit thotë se përgjigjen për këtë çështje do të mund ta jep nesër, pasi nuk ka informacione të bollshme për ngjarjen e sotme në shkollën e Softajve.